Melisa, si je më Melisa, si kalove sot? Ku ndodhesh dhe cili o trendi i pjesëmarrjes në Prizren duket i ollët, sa po e lexova pak më herët që në Prizren diku 22% e qytetarëve deri në orën 18:14 që janë ato dhënat procesuara nga qendrat e vendvotimeve nga komisionit. Kanë shfrytzuar drejtën e votës. Po. Realisht jemi në gjimnazin Gjën Buzuku, këtu ku numri qytetarëve pushirit më i vogël pasi që jemi në orën e fundit para mbylljes së të gjitha qendrave të votimit. Deri më tani gjithçka ka shkuar mirë dhe në qytetin e Prizrenit, qytetarët kanë votuar mirë, po me numër më të vogël, me përqindje më të vogël se sa në raundin e parë. Sa i përket informacioneve më shumë për këtë shkollë, kam edhe drejtoreshën këto afër, e cila i kërkoj falje që e larguam pak nga angazhimet e saj për të treguar se si ka shkuar procesi dhe sa votues kanë marrë pjesë në këtë qendër votimi. Deri më tani deri në 17 kanë marrë pjesë diku 1790 votues. Çdo gjë ka shkuar mirë. Tash janë minutat e fundit të votimit. Mirë, ras votimit të kaluar numri është paguar i vogël, që janë pjesë e presim momentet të votimit e votuar. Faleminderit shumë. Ka çfarë të kësaj përket kësaj qendre të votimit, ndoshta tani pse numri ka qenë më i vogël, e rëndësishme është që gjithçka ka shkuar mirë, pa ndonjë incident apo aksident të madh, përveç që disa ankesave të vogla që qytetarët kanë pasur. Mirë, po kaq kemi rite, po shpresojmë që qytetarët do të kenë rezultatet që ata i presin nga qyteti i Prizrenit.